Në zemër të fshatit Qegran, aty ku gjaku sportiv rjedh brez pas brezi. Dhe çdo djalosh rritet me topi në këmbë, unë gjiz një ëndër që zgjati më shumë se 5 dekada. Klubi futbolistik Arsimi, një emër që për shumë këntinglon si thjesht një klub futbolli, po për banorët e kësaj zone është shumë më tepër, është krenari, është identitet, është histori e shkruar me sakrificë dhe shumë pasion. Ky klub sot ka arritur suksesin më të madh në ngjitjen në ligën e parë të Maqedonisë së Veriut dhe pas këtij rrëfimi frymëzues qëndron edhe emri Amir Bilali, drejtori që me përkushtim, vizion dhe organizim shumë të fortë e çoi klubin nga vuajtja drejt lavdis. Sot ai është këtu për të na rrëfyer këtë histori suksesi dhe nga rënjët e deri tek maja. Faleminderit shumë që pranuat ftesën, jeni pjesë e emisionit tonë, kënaqësi për ne. Faleminderit shumë për ftesën, kënaqësia është reciproke. Besoj dhe nuk dyshoj që do të kemi një bisedë të bukur bashkarisht. Patjetër. Klubi u themelua në vitin 1973 në Qegran. Çfarë do me thënie ka pasur ky themelim për banorët dhe për komunitetin shqiptar të Gostivarit që në atë kohë? Duke marrë parasysh se vetë emri i klubit është Arsimi, nënkuptohet që ka të bëjë diçka me arsimin, shkollimin. Dhe realisht krijimi apo themelimi i klubit ka ardhur nga arsimtarët e kohës të fshatit Qegran, të cilët kanë pasur nevojë që i gjithë fshati të ketë një thelb, një temel dhe një vend ku gjithë rinia dhe gjithë njerëzit e asaj kohe do të mblidheshin edhe do të kalonin kohën e tyre dhe ndër të tjera edhe do të luanin futboll. Arsimi është krijuar edhe si një bazament për të përgjigjur të gjithë të padrejtave të asaj kohe dhe ashtu siç e përmendet edhe ju në fillim nuk ka qenë asnjëherë vetëm një klub futbolli. Themelimi dhe krijimi i klubit tonë ka qenë shumë i rëndë dhe klubi gjatë 5 dekadave realisht ka kaluar shumë sfida të rënda, sfida të cilat më shumë e kanë forcuar se sa e kanë dobësuar klubin tonë, sfida të cilat e shtojnë kënaqësinë e sukseseve të sotshme dhe sfida të cilat edhe i kanë motivuar të rritë vit pas viti që të kontribuojnë, sakrifikojnë, punojnë dhe kujdesen për këtë klub. Klubi i cili, ashtu edhe siç e përmendët ju në fillim, sot ka rrinë suksese historike, suksese të cilat ne u dedikojmë të gjithë bashk adhetarëve tanë që nga viti 1973 deri më sot. Për gjatë 5 dekadave keni pasur shumë sfida e potencuar edhe vetë, po si u ruajt identiteti dhe ideali i këtij klubit, sepse e përmendet nga fillimi ka qenë qëllimi që arsimtarët, arsimi, shkollimi, asnjëherë nuk u dorëzuat. Realisht që nga e thatë nga vendi 4 në të tretin dhe tani jeni në ligë të parë. Realisht sfidat kanë qenë shumë të mëdha. Nëse bëjmë një përllogaritje dhe shohim historiatin e Arsimit, realisht Arsimi është ndër klubet me më traditë në palën shqiptare në futbollin e Maqedonisë, me atë se që nga viti 1973 deri më sot asnjëherë nuk ka pushuar asnjë ditë të vetme dhe është ndër klubet më stabile që nga viti 1973 deri më sot. Kjo tregon për një konzistencë të jashtëzakonshme dhe një punë shumë të madhe që është bërë që atëherë deri më sot. Tash për hir të së vërtetës, deri në vitin 2021 klubi nuk ka luajtur më lart se ligat e ulta të Maqedonisë, qoftë liga e 3, qoftë liga e 4. Megjithatë, edhe kjo është për të vlerësuar, me atë se klubi vazhdimisht ka qenë i sprovuar apo ka qenë i sfiduar me probleme organizative dhe financiare dhe asnjëherë klubi nuk ka pasur një sponsor bazë apo nuk ka pasur një bazament shëndosh financiar, por gjithmonë është mbajtur, është ruajtur, është kultivuar, financuar dhe organizuar nga bashkëfshatarët tanë. Megjithatë, me një organizim të mirëfillt, me një guxim do të thoja, për shkak se unë shpesh e them që njëjtë suksesi vjen vetëm duke punuar, por edhe duke guxuar. Ne ja arritëm që gjithë këto ju që i përmendët me një farforme, le të themi t'i shërojmë dhe t'i ngrisim me një nivel tjetër. Megjithatë unë kam patjetër ta them dhe ta potencoj se në asnjë formë ne nuk mund ta ulim kontributin e gjithë atyre 52 viteve njerëzve që kanë kontribuar për këtë klub, pavarësisht se në çfarë nivele ka luajtur klubi, për shkak se
Për shkak se të mos ishin ata, nuk do të ishim as ne sot. Për ne është krenari dhe për mu personalisht që po udhëheqim një klub që as një ditë nuk ka pushuar aktivitetin e tij dhe mbi gjitha është kujdesur që fëmijët e asaj ane, fëmijët e fshatit Çegran, Forin, Gostivarit dhe vendeve për rreth të kenë një shtëpi ku do të kalojnë kohën, do të edukohen, do të mësohen dhe do të zhvillojnë aktivitete sportive që e dim që janë të domosdoshme për mirëqenjen dhe rritjen e tyre, pra nuk bëhet fjalë vetëm për një sukses sportiv, po unë do ta cilësoj edhe një sukses jetësor. Po, përmendet se nuk keni pasur edhe përkrahje as pak, po vetëm nga bashkë fshatarët tuaj, a ka qenë i rëndësishëm komuniteti lokal, po ndoshta nuk e di, edhe Mërgata kanë qenë ata që kanë ndihmuar në këtë klub? Jo që kanë qenë të rëndësishëm, po kanë qenë krucial në gjithë të arritje. Pse? Arsimi është ndër klubet që funksionon në mënyrë më interesante dhe më të veçantë nga gjithë të tjerat. Pse? Realisht klubi financohet me 90% buxhetit të tij nga mërgjimtarët, përkatësisht nga një fond volonter të cilët ato e kanë themeluar, kujdesen për të, dhe fond në të cilin ka arsimi mbi 400 antar dhe mbi 50 sponsor. Do me thonë është një fond të cilën Mërgata jonë e zhvillon dhe është një fond që realisht ka patur çdo vit progres. Realisht, t'jemi sinqer, kur fillon diçka ka një eufori, pastaj me kohë zbehet. Megjithatë këtu ka ndodhur e kundërta dhe unë e them dhe e rrithem vazhdimisht në çdo mundësi që më jepet se ne gjithë sukseset ja dedikojmë Mërgatës tonë. Për shkak se ata janë baza dhe janë arterja kryesore e cila e ushqen arsimin dhe është një grup prej mbi 20 personave që punojnë vullnetarisht për klubin tonë dhe është një grup i cili me dashurim për vendlindjen, me dashurim për klubin, për tash edhe me sakrificë dhe edhe shumë punë, tregon se pse ne jemi për ne Mërgata jonë është shumë e nevojshme dhe tregon se pse realisht arsimi është kaq i veçantë. Ka qenë Mërgata jo edhe vite me radhë që ka kontribuar për klubin, por megjithatë me një bashkëpunim mirëfillt, me një plan të mirë konkret, ja po dalim t'jemi edhe ligën e parë të vendit si surpriza më e madhe dhe surpriza e papritur. Si e morët kur u shpallët edhe në ligë të parë, kur u futët në ligë të parë, cili ishte emocioni i parë? Besove, Amir, apo... Tash, t'jem realist, unë e thash fillim kush punon, kush guxon, është e patjetërsueshme dhe ta besoj suksesin. Ne thell, unë mendoj edhe grupi që kemi punuar bashkë me kryesinë e klubit, kemi besuar, por ndoshta në momente caktuar edhe nuk kemi guxuar ta themi, se realisht në çdo vit që kemi hyrë, garojmë çdo vit kemi kërkuar minimumin që po e kapo maksimumit jemi të stërknaqur. Po realisht e kam patjetër ta them që edhe me buxhetin që klubi ka korresponduar, ne jemi realisht shumë larg ekipeve konkurrenti. Po hym ligë parë me një buxhet shumë më të ulët. E kemi besuar, por realisht nuk e kemi shprehur, kemi qëndruar me këmbë në tokë, unë e kam stërthënë që ne duhet i kapim ndeshjet një nga një, duhet punojmë shumë, duhet qëndrojmë vazhdimisht stoik në ato targetet, në ato planet që i kemi, po megjithatë edhe duhet punojmë shumë edhe mos dorëzohemi. Emocioni i parë, realisht imi unë si natyrë nuk është që jam shumë natyrë emocionale, po realisht ka qenë ndër momentet më emocionale të jetës time dhe kur shumë kush në atë moment është gëzuar, unë për vete kam derdhur lot se realisht ka qenë një kënaqësi që vjen pas shumë sakrificave. Kemi këtu në sfond shkon edhe momenti që keni festuar. Kjo është festa në Çegran, është festa spontane, cilën e kishin organizuar tifozët Armata Verdezi, ka emrin grupi, për mikpritjen e lojtarëve pas ndeshjes fundit. Ka qenë një diçka shumë surprizë e bukur për ne, po realisht emocioni ka qenë më i madh kur i kam parë sytë e fëmijëve dhe personave të vjetër se si qajnë për diçka të cilën unë e kam thënë ne nuk kemi guxuar as ta ndrojmë ligën e parë. Biles po ta tregoj një detaj interesant.
kur e kemi marrë klubin ligat më të ulta edhe kur kemi bashkëbiseduar me shokë se pse mos e shohim arsimin Ligë 2 e Ligë të parë, më shumë kemi qesh se si guxojmë ta themi se sa kemi menduar që me të vërtet mund të vijë ajo ditë. Për shkak ju thash ka qenë një sakrificë e madhe dhe një punë e jashtëzakonshme edhe unë jam jashtëzakonisht shumë krenar për këto arritje dhe besoj që më e mira arsimit nuk është kjo. Më e mira arsimit duhet vi prapë në të ardhmen. Beson në arsimin dhe din veten je i binqëm në atë se do punoni më shumë. Unë mendoj që vetë neve suksesi na ka motivuar, por edhe na ka dhënë një përgjegjësi të madhe për punë më të madhe. Tash unë e them çdo herë ne nuk duhet kënaqemi më pak. Këtë e kemi përmendur edhe si term klub. Do me thonë, çdo ta kërkojmë më të mirën tonë. Unë vlerësoj se e mira nuk ka fund, edhe vlerësoj se me sukseset aktuale, kryesisë klubit, mërgjimtarëve, kryesisë në mërgjim, por edhe gjithë lojtarëve, stafit, antarëve, cilët i falenderoj jashtëzakonisht shumë për sakrificat dhe punën që e kanë bërë, ju është dhënë një besim i madh, por edhe një përgjegjësi. Ne tashmë nuk e prezantojmë vetëm fshatin tonë të bukur të Çegranit, prezantojmë Forinën, prezantojmë gjithë qytetin e Gosivarit, pasi Arsimi është klubi vetëm funksional dhe aktiv atje. Dhe realisht përveç kënaqësisë, privilegjit që të garojmë me më të mirët e Maqedonisë, Arsimi është fshati vetëm që garon Ligë të parë. Na është dhënë edhe një përgjegjësi e madhe që të reprezentojmë gjithçka që na përket në mënyrën më të mirë të mundshme. Një detaj parës të dëgjova në përgjigjen dhe shumë më bëri përshtypje është se jeni klubi i vetëm me financa më pak që jeni futur në Ligë të parë. Si do ja bëni? A mendoni se tani grantet apo përkrahja do rritet nga të gjithë qoftë edhe nga komuna e Gosivarit, se nëse nuk jam gabim, keni një farë përkrahje edhe nga komuna e Gosivarit. Organizimi, sidomos nga ana e mërgjimtarëve tanë, cilët udhëheqin projektin që ka të bëjë me financat dhe buxhetin e klubit, vetë se ka filluar dhe është një përkrahje jashtëzakonshme. Vetë në cijet ta shohësh Arsimin Ligë parë i ka motivuar të gjithë që bashkarisht edhe njerë sakrifikojmë edhe të shohim klubin tonë më lartë. Kur them kemi buxhet të ullët, realisht ajo është për ne që jemi në futboll edhe për ne që përballemi çdo ditë me sportin e futbollit, i dim rrethana dhe realisht Arsimi me një buxhet modest, unë do të kisha thënë rekord, hyn histori. Po tash kjo nuk do të thotë që ne duhet kënaqemi me atë buxhet, jo, përkundrazi, ne do të ngrisim nivelin, ne do të forcohemi në mënyrë organizative, do të forcohemi financiarisht, po edhe siç përmendët gjithsesi se edhe presim për krahje institucionale, sidomos nga komuna e Gosivarit, të cilën unë shfrytëzoj rastin edhe ta falenderoj për bashkëpunimin korrekt dhe konkret që kemi pasur këto kohë, qoftë kjo që ka të bëjë edhe me mbështetjen financiare, po edhe për mundësinë që Arsimi të reprezentoj gjithë qytetin duke i luajtur ndeshjet e saj në stadiumin e qytetit të Gosivarit. Unë e kam kënaqësinë që sot para jush edhe t'jap edhe një detaj të vogël i cili është biseduar në mbledhjen e fundit me kryetarin e komunës, po edhe me udhëheqësit e Akademisë Futbollit në Gostivar. Ne dim që klubi i futbollit për fat të keq të Gostivarit u shua dhe kalojnë në ligë komunale nëse s'ka bëj edhe me dënime qoftë financiare, qoftë edhe me dënime me vite për mosgarim, po megjithatë ne si klub, siç u thash, ndjejmë një përgjegjësi të madhe që gjithë fëmijët që luajnë sportin më të bukur në botë, futbollin, të mos i lëmë në rrugë dhe kemi marrë domethënë mbi supe përgjegjësinë që Arsimi të ndihmoj Akademinë e Futbollit të Gosivarit, akademi e cila ka mbi 350 fëmijë në radhët e saj dhe është ndër akademitë më të suksesshme në vend. Kur them e merr përgjegjësinë mbi supe, ne kemi biseduar që të fillohet një bashkëpunim dhe Akademia e Futbollit Gosivarit të bëhet pjesë e klubit tonë të Arsimit, vetëm e vetëm që t'japim një mesazh se Arsimi është më shumë se një klub dhe Arsimi nuk duhet të kufizohet në mënyrë lokale, po megjithatë duhet i hap dyert e saj për gjithë ato që e duan futbollin dhe i përkrajnë këto dy ngjyra të shenjta për ne. Dhe sidomos duke dhënë një shembull se fëmijët që janë më e shenjta e gjithë neve,
nuk mund të i lëmë në rrugë, Kanë ku shkojnë, kanë ku... vetëm se është mbyll një klub. Jo, asësi, këtë ne nuk mund të tolerojmë. Gjithë historiati jonë e ka treguar që ne sa herë është dashur ndalim ndim, kemi qenë të parët në front dhe përsëri po dalim parët front, duke ju mundësuar atyre të vazhdojnë rrugtimin e tyre të suksesshëm, po realisht edhe Arsimi përfiton, duke marrë në vete një nga akademitë më të suksesshme, me profesor, me trajner të jashtëzakonshëm. Besoj që do të jetë një bashkëpunim i bukur, frytëdhënës dhe unë dua shumë që ato fëmijë nesër të veshin këtë fanellë të bukur edhe ta prezantojnë futbollin e Maqedonisë, pse jo edhe atë ndërkombëtar. Je në krye të detyrës si drejtori i këtij klubi, bara është shumë e madhe, nuk është bara vetëm e futbollistëve, po bara është edhe e trupit menaxherial, bara shkon 50-50 në të gjitha anët. Më thuaj se sa është e vështirë për ty si një natyrë që je shumë e qetë, të dish të menaxhosh edhe situata të sikletshme dhe situata të palakmueshme, ndonjëherë edhe ndonjë dëshpërim, ndonjëherë edhe ndonjë sfidë më të madhe, që ajo mos të depërton deri në psikologjinë e lojtarëve, sepse normalisht lojtarët duhet të jenë shumë të përgatitur psiqikisht, të jenë të qetë, që të japin maksimumin ata në fushë, nuk duhen të kenë ata brenga që i keni ju prapa fushës së futbollit. Realisht, fillimisht do të kapen te pjesa e pare e pyetjes. Unë për vete nuk e ndjej veten as si drejtor, as si kryetar. Unë e ndjej veten thjesht si një pikë e një oqeani, pikë ujë e një oqeani të madh që punon për Arsimin. Për mua në klub gjithë janë barabartë. Duke filluar nga unë deri tek i fundit i cili punon për klubin, asnjë farforme nuk dua ta privilegjoj veten me diçka që unë më shumë e ndjej si dashuri se si një punë ose si një përgjegjësi. Unë mund t'ua them që edhe kryesia që punon për klubin këtu, si kryesia e mërgjimtarëve, gjithë punën në mënyrë vullnetare. Domethënë ne vetëm kontribuojmë dhe japim për atë klub. E tash te pjesa tjetër, realisht unë jam më i zëshëm, edhe unë postoj për Arsimin vetëm kur humbim. Për shkak se atëherë është nevoja më e madhe për përkrahje. Si natyrë po jam e qetë, po megjithatë në momentet vështira, humbje, momentet palakmueshme, pikërisht kjo qetësi duhet, për shkak se unë mund të ta them edhe gjithë ato që na ndjekin edhe do e shohin këtë intervistë, do e bashkëngjejnë që jam pjesë e Arsimit, se ne funksionojmë si një familje. Me atë se jemi familiarizuar dhe jemi afru atë shumë me stafin edhe lojtarët edhe gjithë stafin organizativ, doktor, fizioterapeut edhe stafi që organizon ndeshjet, sa që këto momentet palakmueshme dhe momentet vështira, po duket që po i kalojmë shumë më lehtësi se sa mund të mendohet me një klub futbolli. Është rënd menaxhohet për shkak se ke të bësh me mbi 40 persona që punojnë për atë klub. Të ndryshëm karaktere. Ke të bësh edhe me karaktere ndryshme, por megjithatë puna e tyre, sakrificat që e bëjnë, edhe neve si staf menaxherial na kanë lehtësuar shumë punën. Edhe falë Zotit, unë jam shumë i lumtur që ne këto vitet e fundit kemi shumë pak, mos them, as pak situata të tilla të palakmueshme, zakonisht jemi mësuar të fitojmë, zakonisht jemi mësuar të gëzohemi, po megjithatë edhe kur ka pasur raste dëshpërimi, atëherë ne kemi qenë më të bashkuar se kur, edhe unë mendoj që kjo ka qenë formula e suksesit tek ne, për shkak se thonë që njerëzit e mëdhej dhe ekipet e mëdhaja dalin prej momenteve të vështira. Ne momentet tilla kemi pasur pafund, historikisht, edhe mu për atë arsye, unë them që puna e bërë, sakrifica e bërë, durimi që kemi pasur, ka një forcë që quhet Zot, ajo forcë neve, do me thosë Zoti neve na shpërbleti për gjitha durim, sakrificë dhe punë që e kemi bërë, edhe sot jemi në këtë nivel që jemi. Më trego pak lojtarët se si u emocionuan kur? Shif, prapë e them, ne vishim për një sezonit suksesshëm vitin e kaluar, vendin e 4. Ambicjet kanë qenë të jemi aty nga mesi i tabelës, edhe këtë vit kur ka fillu sezoni, sikur kishim një besim, një dëshirë që mund na jepet një shans. Megjithatë, përfundoi gjysma e parë e kampionatit ashtu si përfundoi, ishim vend 4, me një diferencë prej 10 pikëve prej vendit parë dhe vendit dytë. Edhe tash realisht sado që do ta besojsh, ishte
vetëm çështje besimit ndoshta për vendin e tretë, edhe ai ishte 6-7 pikë larg, nuk më kujtohet në mënyrë eksakte. Edhe realisht ne thjesht luajnim pa presion. Unë ju kom thënë lojtarëve bashkërisht me bashkëpunëtorët që hyni, kënaquni, luni për veten, për familjen, për këtë emblem, edhe luni që ta bëni krenar gjithë komunitetin i cili sakrifikon për ne. Duke kaluar ndeshje pas ndeshje, ne po afroheshim vazhdimisht edhe si rritet dëshira për t'i kapur majat, ashtu rritet edhe presioni. Edhe ne kemi qenë shumë ngarkuar, realisht, emocionalisht po them, edhe tash që e them emocionohem se sidomos lojtarët jemi munduar t'i mbajmë sa ma qetë. Reagimi ka qenë i jashtëzakonshëm. Aq shumë është gëzu, aq shumë komuniteti ka pasur eufori, sa që unë nuk personalisht nuk më kujtohet asgjë nga festa, më kujtohet vetëm që kam dhënë disa intervista pas saj. Lojtarët kanë qenë shumë të emocionuar se gjithë janë lojtarë cilët Arsimi nuk e ndjejnë thjesht si një klub kalimtar që do të luajë një vjet, 6 muaj dhe do të largohen. Gjithë e ndjejnë si pjesë të veten. Më ka gëzuar fakti që edhe stafi trajnerëve dhe stafi organizativ, po edhe lojtarët vazhdimisht janë kujdesur edhe për çështje që nuk i tangonin ato. Kemi pasur raste të ndryshme, më kanë kontaktuar, janë kujdesur për klubin edhe kjo mu ka gëzuar shumë. E them edhe njerë, gëzimi ka qenë jashtëzakonshëm për shkak se javët e fundit me të vërtet ka pasur një ngarkesë të madhe emocionale nga gjithë, po është në përgjithësinë tonë që atë ngarkesë ta mbajmë ne. Në asnjë farë formë unë nuk kam dashur edhe nuk kam toleruar ngarkesën emocionale, por edhe dëshirën për të inkuadruar në Ligë Parë, t'ua përcjellim lojtarëve për shkak se edhe ato kanë pasur presionin vete, dëshirën, por edhe kam pasur edhe një përgjegjësi që këtë ëndër që nuk jemi guzuar të ëndrojnë të bëjnë realitet. Çfarë mesazhi do i jepni të gjithëve atyre që dëshirojnë të bëhen pjesë një ekipi futbolli, po që thjesht në vete nuk e kanë besimin, sepse ajo që më bëri më së shumti përshtypje është besimi dhe guximi në fjalët e tua. Pa pasur guxim nuk mundesh edhe të bësh diçka, ndërsa disa njerëz kanë edhe mosbesim në vete, ndoshta janë të ndikuar nga fjalët, janë të ndikuar nga situata të palakmueshme. Duam një mesazh nga një ekip i cili e vërtetoi se puna për kushtimi i palodhshëm, dashuria dhe guximi të çon aty ku ti ndëron. Unë do të them, Zoti është me punëtorët, durimtarët edhe sakrifikuesit, por mbi gjitha është me ato të cilët besojnë, edhe në Zot edhe në punën që e bëjnë. Andaj unë ju them që duhet të punojnë shumë, të guxojnë, duhet edhe të sakrifikojnë për sukses, qoftë për futboll, qoftë për ndonjë sferë tjetër, por mbi gjitha duhet të besojnë shumë. Edhe në vete, edhe në atë se suksesi do të vinë nëse ne ja japim më të mirën tonë. Unë besoj që çdo njeri që e don sportin, që e don futbollin, por që i don edhe sfidat edhe sukseset e jetës, është e patjetërsueshme të ketë periudha të vështira, por ndryshe ne nuk do t'ja dim të mirën suksesit kur do të vi. Andaj, çdo kush që është duke e kaluar në formën që ju e thatë, mesazhi im është që pas çdo vështirësie vjen një lehtësim, po mbi gjitha është kënaqësia e jashtëzakonshme kur ai lehtësim është suksesi. Faleminderit Amir për këtë mesazh kaq të bukur. Do e marr edhe si personale në situata kur unë i kam të palakmueshme ose më të vështira. Arsimit i urojmë jashtëzakonisht shumë suksese. Do jemi këtu për ta përkrahur deri në maksimum dhe padyshim të shohim lart e më lart. Dhe djelmoshave ju urojmë shumë suksese dhe t'i bësh fala nga ekipi i Ritmi i Ditës. Faleminderit shumë për ftesën, për bashkëbisedimin e këndshëm, edhe për urimet. Unë kam gëzoher kënaqësi kur jam këtë televizion, për mbi gjitha kënaqësi kur bashkëbisedoj me njerëz cilët gjatë jetës kanë pasur shumë suksese, ashtu siç jeni ju edhe gjithë stafi i Ritmit Ditës, jeni të mirë se ardhur në çdo ndeshje të klubit ton, edhe është kënaqësia jonë që të vim edhe në të ardhmen dhe t'i tregojmë sukseset edhe të bashkëbisedojmë në mënyrë të tillë. Patjetër. Faleminderit.
Miq të dashur, ne këtu po e përmbyllim këtë bisedë me një pikë të bukur muzikore, përderisa të rikthehet kolegja ime Rehanja për ta trajtuar temën që ajo e ka përzgjedhur me mysafirin e saj për sot.